Përshëndetje të dashur, mirë se erdhët në kanalin tim Deutsch mit Makbule. Në këtë video do të bëjmë fjalë për kohën e tashme dhe të kaluar, pra prezenti i cili nënkupton kohën e tashme dhe perfekt i cili nënkupton kohën e kaluar. Dhe tash se si formohen këto dy folje do t'ju shpjegoj në vijim. Pra, ich spiele, folja spiele nënkupton luaj. Në vetën e parë ich spiele nënkupton unë luaj, pra në kohën e tashme. Kurse nëse thoni ich habe gespielt, atëherë nënkupton se kam luajtur, pra në kohën e kaluar. Si që shifni, kemi vendosur foljen haben, pra habe, kam e cila nënkupton, dhe gespielt, luajtur, pra si që shifni në kohën e tashme, spiele, pra është vetëm folja shpilen, kurse gespielt e merr parashtresën ge përpara. Tash, në vazhdim, kam zgjedhur disa folje tjera, edhe atë foljen anrufen, e cila nënkupton e të telefonoj me dikë apo e thirri dikë në telefon. Pra anrufen. Er ruft seine Mutter an, shembullin nënkupton ai e thirr nënën e tij. Pra këtu kemi përsëri një folje të ndashme, ai e thirr nënën e tij, er ruft, pra njëherë folja, e pastaj para fjala ose para folja në fund, an, er ruft seine Mutter an, ai e thirr nënën e tij në kohën e tashme. Tash si do ta bëjmë këtë në kohën e kaluar? Ai e ka thirr nënën e tij, si do të themi? Er hat seine Mutter angerufen. Ai e ka thirrë, pra si që shifni thirr, angerufen mbetet e pandarë në fund të fjalisë, an me parashtresën ge përpara rufen, angerufen e ka thirr nënën e tij. Pra si që shifni renditja e fjalëve nuk është e njëjtë sikur që e themi shqip, prandaj edhe gramatikisht e shpjegoj. E tash, kalojmë te perfekti, se si formohet pra perfekti, si që ceka me shembujt më herët. Perfekti pra formohet me foljen haben edhe me foljen sein. Çka do me thonë folja haben? Folja haben nënkupton kam, kurse folja sein nënkupton jam. Pra, ne për ta formuar kohën e kaluar i përdorim këto dy folje ndihmëse, haben ose sein, dhe parashtresën ge pra para foljes. Dhe mbaresat në varësisht prej foljes, ndonjëherë janë me n, ndonjëherë janë me t. Pra, shembulli ich habe geträumt, unë kam ëndëruar, träumen, aja me dy pika lexohet si e, kurse me e u ndëgjohet si oj, geträumt. Ich habe geträumt, pra kam ëndëruar. Pastaj, kam zgjedh foljen ankommen, e cilan edhe kjo folje pra nënkupton folje e ndashme. Ankommen nënkupton me mbërri, pra me arrit dikun ku keni vendosur me shkuar. Kam mërri kur i thoni dikuj. Der Zug kommt an, treni ka mbërritur. Pra treni ka ardhur, ka mbërritur, der Zug kommt an. Si që shifni foljen kommt, varësisht prej kryefjalës në kryefjalës, çka keni ose cilin e keni, ashtu e bëni edhe zgjedhimin e foljes kommen dhe an si parashtresë vjen në fund. Dhe kjo fjali është në kohën e tashme. Der Zug kommt an, pra koha e tashme, treni ka mbërritur, ka ardhur. Kurse në kohën e kaluar, kjo fjali kështu pra bëhet. Der Zug ist angekommen. Dhe tash si që shifni e përdorim foljen sein, foljen është, që në shqip nuk ka kuptim, por në gjermanisht kur bëhet fjalë për folje që tregojnë lëvizje, atëherë përdorim foljen ndihmëse sein ose jam, jo kam, po jam. Vazhdojmë me shembullin tjetër, abfahren, bëhet fjalë për nisje, për largim të një automjeti apo mobili apo pa ma parasysh se për çfarë mjeti bëhet fjalë. Pra unë i kom përzgjedhur këtu disa, die Straßenbahn, pra nënkupton tramvajn, Straßenbahn, pastaj die U-Bahn nënkupton metron, pra nënkupton trenin ndërtoksor,
Pastaj der Bus, të cilin veç e kam cekur edhe kam marrë shembuj tjerë edhe në video tjera, der Bus dhe das Auto. Si që shifni, vije këtu edhe është me rëndësi dhe me thonë të cekët, se secili emër ka një artikull përpara, pra këtë edhe ma herët e kam shpjegu. Pra artikull nënkupton një fjalë e cila vetë nuk ka kuptim, por e cila merr kuptim me një emër dhe ajo përcakton gjinin në këtë rast kur vije para emrit ose lakimin e emrit e bën. Tash die Straßenbahn apo die U-Bahn apo der Bus oder das Auto fährt ab ose ist abgefahren. Themi pra në kohën e kaluar kur ka shkuar. Faleminderit që ndoqët videon, pra mos harroni të abonoheni për më shumë mësime dhe klikime, mendoj se do të përfitoni shumë nga videot të cilat unë i bëj. Faleminderit.